Vëllezër të ndershëm, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala mas pari i cili na mundsoi që të mbrina deri në këtë natë të Ramazanit. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allah na mundsoi të agjërojmë. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala i cili na dha shëndet që atij ibadet t'i bëjmë. Sonde vëllezër të ndershëm, ashtu si premtuam, që do t'ju lajmërojmë se në realitet s'kemi premtuar send si vjet. Ashtu e kon. Është disa dhurata modeste që kemi përgatit për vëllezërit të cilët kanë bë hatme në Ramazan. Për hatme në Ramazan, kjo dhuratë që do t'ju shpërndahet, unë nuk e di kush janë. Edhe pse kërkova t'i di pak para do thotë jacije, edhe angazhova Haxhin që jetë asaj, pastaj shkova ta veti, tash më mirë mos ta di. Do thot vjet ne pa të më thonë kush në fillim të Ramazanit, kush bën kaq hatme, do të ketë dhurat. Kush bën kaq hatme, do të ketë dhurat. Kush bën kaq ka dhurat. Kurse si vjet nuk i kemi thonë askujt. S'kemi premtu, pa askush nuk ka lexuar për me marr dhurat. Se vjet pak bëshin hajgari, thëshin, jetë e boti, jetë i dhon zor për me marr një tablet. Hajgare, normal. Kurse si vjet si cili ka lexu me marrë shpërblimin dhe me kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Për sonde vëllezër të ndershëm, është do t'ju shpërndahet 10 vendet e para. Se s'ka mundësi i krejtve. Se alhamdulillah, xhamati është tu në hatme. Për alhamdulillah që Allah subhanahu wa ta'ala na ka inspiru këto vite që mi lidh xhamatët me librin e Allahut. Me të lexon Kur'an, se njeriu kur lexon Kur'an zbutet zemra. Njeriu kur lexon Kur'an është afër Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeriu kur lexon Kur'an ka bereqet ai dhe familja e tij. Po nëse kaq bereqeti i leximit të Kur'anit vëllezër të ndershëm, ne e vërrejmë prej vitit të kaluar dhe si vjet në Ramazan. Vjet janë kon disa vëllezër që kanë lexuar Kur'an. Kurse par vjet janë kon më pak. Kurse si vjet vëllezër të ndershëm, alhamdulillah kemi pa, do thotë, mirësi, kemi pa Allah të ndershëm bereqet të madh dhe kemi pa që vëllezërit shumë ma shumë si vjet janë kyç dhe janë lidh me librin e Allahut subhanahu wa taala. Do të kina vërret në xhami që ka pas bajgi vllazni duke lexuar Kur'an. Inshallah Allahu na shton vëllezër të ndershëm ket. Do thotë që kur të hina në xhami, lene të bëjmë mabet, po sicili elhamdulillah rafta ka, Kur'an ka, sicili me marr një libër, me marr Kur'anin dhe më hunç me lexu. Boll, shkon të shtëpia babet me gruan, shkon të shtëpia me djalin, shkon të puna me punëtorin, shkon do thotë sicili angazhohen në rekordona prej xhamis. Bëre këtu në xhami të lidhna me Allahun subhanahu wa ta'ala. Unë vëllezër të ndershëm, kemi biseduar me vëllezërit dhe kam thënë që dhuratën e parë e ka ai i cili ka bë 30 hatme. Dvinat e poshtë, apo? A me numra me tek apo me çift bina? A me shumicë? Me shumicë. Kush ka bon 20 hatme? A ka naj kush 20 hatme? Vëllezër, 20 hatme, a ka naj kush? Shtu e kam një listë, po s'jam të po dë një dysh për para. 20 hatme? 19 18 17, se ka mundësi, vëllezër, ka numet njerëzit fqejtjon. Akhfia atqiya, të fshehur të devotshëm, që kanë punë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo pastaj nuk është ndaj send që do na ti shpalem kush ka bë. Ti ruje imanin tash, ruje ikhlasin. Tash ruje ikhlasin. Unë duke fol ta ruje ikhlasin, bën luftë me ikhlasin. Bën luftë me veten tënde tash, ha? Se vallahu unë si kam të shtëpia çto. I bën këthirin se kam. Libri është sa më i shtrenjtë në dunjë vëllezër. 17 16 15 ka 15. Do thot 15 vëllezër të ndershëm e kina një vëlla që ka bëe 15 hatme. Allahu akbar. 15 hatme. Ai që ka bë 15 hatme e ka dhurat i bën këthirin gjuhën shqipe,
komplet dhe e ka një orë dore dhurat, sahat, që ta vlerësoj e kohën hala ma sham ta matje, që t'i bon vitin e arshëm 20, inshallah. Inshallah vllavi, do thot, është që i ka bohe 15 hatme, i ka Ibn Kethirin dhe një orë dore. 14 hatme, 14, 13, 12, 11, 11, 10, 11, unë shu shonë numër 11, a ka 11? Nëse ka 11, në të paraqitet unë, për shkak se si mës, ose në të shonë mesazh, nuk do në me do në Majdan, shpejt. Si të ketë 11, do thotë, si të ketë 11, atër 11 që e ka Ibn Kethirin dhurat. Nëse ka 11 që ki 11 që unë s'pedi, do shtë dikush qeter votoj fol për dikan qeter, a e di, nuk e di une. A kuptan? 11 që si të ketë 11, e ka dhuratën e dytë Ibn Kethirin, pa orë, se i pari mu dalu me orë, me sahat dorë e plesh kanë thonë, sahat qysteki, do të sahat me gjep që i kanë bajt për para, jo, kjo në dorë është. Do të nëse është 11 që e ka Ibn Kethirin, s'ka 11, 10 që e ka Ibn Kethirin. 10 ka, apo? 10 që i vles të ndërshëm e ka Sunan Abu Daudin, dhe i ka edhe 2 libra të tjerë. 10 tjetër ka, e në një dheqë të une do të 2 dheqë. Do të thot vendi i par e ka Ibn Kethirin dhe orën. Vendi i dytë e ka Ibn Kethirin. Vendi i tretë e ka Sunan Abu Daudin dhe 2 libra të tjerë. Vendi i katër ka një orë dore. Vendi i katër ka do thot orë dore dhurat. Usos? A kepen kallë? 11 që i ka. Do thot, vendi i 4 dhe i 5 t'i vles të ndërshëm, kena një 11 edhe 2 dheqe, hatme që kanë ba. Tash, 9 hatme, 10 vendet e para kanë. 9 hatme ka, 8 hatme, 7 hatme, 6 hatme, 5 hatme, 5. Ok, shkruj me tinin. Qetëra ka 5. 7, shkruj një 7. Kona, që ka një? Burhan, ok. Burhan. 4. Shkruaj një 4. Merçan. 4 tjetër a ka? E në 2 vende pa. 4 tjetër a ka? 3 hatme. Ok, shkruja gjë shërifin. Usosa pa. Edhe një nërë nësash 3 hatme. Që të mërth, pash me njëherë, fitoj, a kupton. Do të janë 10 vende o vlez të ndërshëm, kurse vlezrit të cilit është e 4-ti edhe i 5-ti, orët nesër do t'ja dorëzojmë atyre. Orët, do t'ja dorëzojmë nesër, inshallah, presmi do të se na uvnuën, nuk na i prunë tash, inshallah, nesër ja u dorëzojmë atyre orat që janë në listën e kemi. Kurse, pasi që nuk vjen hoxha, tash mund më ardh i pari, ose nëse dun të jenë të fshehur, vini marën masande. Do thot pa ngushtu. Do thot ndash dun me ardh, tash me i marë, edhe pse kisha shpresu që me ardh me i marë, do thot leturnon atër. Selam alaikum. Hoxha, këtë dhurat e kemi një vllamin se më ka u kushtosh. Domethënë, social, na ka fundorë për ta çelë çka ka. Allah të left. E kam një kritik hoxha, u dash me punë edhe një organ.
Shton bie 3. Ai që ka flet më shumë e fiton. Po ti që kallzu ti unë qemën e kam Baltan. Nuk e di kush o ki vlla, por besoj që kjo dhurat nuk kam shprejhe qish ta falemendroj. Kush është nuk e di. Por zdi qish me falemendru. Unë vetëm se mu i me thonë ish hamiden wa mut shahiden, jeto i lumtur dhe vdis shahid dhe inshallah hin xhennet al-firdaus. Do thot kjo dua është e cila është më e dashur në shpirtin tim. Dhe desha t'ja tham ati vllavit atë që e du për veten. Desha që Allahu t'ja realizon atë që du për veten time. Pasi që ai ka dash me ndëru para gjithë vëllezërive me këtë dhurat, unë s'di çka t'i jap, diçka që mund të atë ta gëzojë me diçka të dunjos. Por shkak se sendet e dunjos këtë janë që prodhohen. Kurse lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu ta gëzon me më të mirën, me xhennet al-firdaus. Allahu ju nderoft. Dhuratat mujnë me ardhë mi marrë dhe vëllezër. Ashat, ta gëzësh vëllavi. Kjo është... Po. Lena. Kjo është vendi i parë vëllezër të ndershëm, vëllavi jon Rëshati dhe lusë Allah subhanahu wa taala që Allahu t'ja mundson hala më shumë hatme të baje. Allah e nderoft. 11. Vëllavi Flamuri. Wallahi vëllezër të ndershëm, kjo është vetëm me nxit vllaznin dhe xhamatin. Ne inshallah tentojmë e kontrollojmë veten tonë, e ruajmë ihlasin tonë, e ruajmë jetin tonë, por kjo është që me nxit vllazninit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e bën një të mirë, Allahu subhanahu wa taala thot ktheja me të mirë. Nëse nuk ke mundësi me ja kthej me të mirë, thuaj Allahu të shpërbleft. Okej. Vëçi. Vllavi Hazbia, let urdhna, Azve, urdhna mere livrat Azvi, se ti i ke qef livrat për shkak se i haron parët në libra, amon kuni kam këshirë valla, s'kam harrue. A përshë se s'harroj Azvi kur tregosh diçka. Azve, inshallah të bëhet djali si Ebu Daudit. Azvi ta gëzosh. Allah ndero. Do thotë vllavi që ka bënë 7 hatme, inshallah nesër biidhnillah taala te Zyrja vjen e merr orën ai edhe Rëshati. Po ashtu pensi është Bekiri, do thot edhe ai njënd vjen e merr orën. Nesër kurse tash me tini është vllavi mundet me ardh me marr dhuratën e vet. Kjo është libra akiden, që besimin, çështja kryesore duhet me. Atimullah. Allah shëllet, Allah ta mundsoft më shumë. Merxhan Jesir, qoje dostit tant. Haxhi Sherifi? A veshim një ka dhe plet si pojnë atme? Aleikum salam. Allah i nderafën. Amin. Allah i rrit, Allah i shpërblet. Po. Ai që më kallzoi mesazha, dalonin mesazh tash taj telefonin atë do ta zë marsh. Fati vlla, ku je se s'jam të pa? Allahu ju nderoft vëllezër për sabrin. Allahu ju shpërbleft. Si vetë kemi shku në libra me ushqej shpirtin ma shumë se sa në teknologji. E kështu që lusë Allahu subhanahu wa taala që vëllezërit xhamatlit që të shtohen në hatmet me ulit me librin Allahut subhanahu wa taala. Allahu i nderoft ato vëllezërit të cilët i kanë shpenzuar për këto dhuratat, se besoj që kanë shpenzuar në vend të duhur në libra ku kjo me sheku jet libri dhe do të lexohet inshallah dhe shpresoj çdo faqe të lexohet, shpërblimi ju shkon atyre të cilët kanë shpenzuar dhe kanë dhënë pasurinë e tyre për mi blej këto libra. Allahu ju nderoft, Allahu sabrin ja shtoft, Allahu na dashuroft librin e Allahut në zemrat tona. Po ashtu vëllezër të ndershëm tash do të fillojmë me namazin. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet.